Horoskopi ditor, 24 prill. Një zgjedhje mund të ndikojë më shumë nga sa mendon. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në shtëpinë tonë të yjeve. Nëse dëshironi të jeni gjithmonë të informuar mbi lëvizjet e planeteve dhe se si ato ndikojnë në jetën tuaj, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë Zëri i Universit. Gjithashtu, për t'i marrë parashikimet dhe videot tona përpara të gjithëve, ju ftoj të bashkoheni në kanalin ton të WhatsApp. Linkun e bashkimit e gjeni fix poshtë kësaj videoje në përshkrim. Faleminderit që jeni pjesë e udhëtimit ton drejt dritës dhe dijeve universale. Le të shohim se çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot. Jo çdo zgjedhje duket e rëndësishme në momentin kur merret. Ka raste kur një vendim i vogël kalon pa shumë mendim, por më pas ndikon në mënyrën si zhvillohet gjithçka. Një po ose një jo, një hap përpara ose një ndalesë mund të hap një drejtim që nuk e kishe parë. Shumë njerëz e kuptojnë rëndësinë e një zgjedhjeje vetëm pasi kanë kaluar përmes pasojave të saj. Të tjerë ndjejnë që momenti kërkon më shumë vëmendje dhe nuk nxitohen. Nëse e kupton këtë moment, mund të bësh një zgjedhje që të çon drejt një drejtimi më të mirë. Dashi. Një situatë që kërkon një vendim të shpejtë mund të vendosë përballë një zgjedhjeje që duket e thjeshtë në sipërfaqe, por që ka më shumë ndikim nga sa mendon. Një përgjigje që jep në moment mund të ndikojë në mënyrën si zhvillohet një situatë në vazhdim. Nëse reagon menjëherë pa reflektuar, mund të marrësh një drejtim që nuk është i menduar plotësisht. Nëse ndalon dhe analizon, mund të kuptosh që kjo zgjedhje kërkon më shumë vëmendje. Një vendim i marrë me qetësi mund të ndihmojë të shmangësh një situatë që do të ishte më e vështirë për të korrigjuar më vonë dhe të krijosh një drejtim më të qëndrueshëm për veten. Demi. Një situatë që lidhet me sigurinë mund të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon më shumë fleksibilitet nga sa zakonisht. Një vendim që duket i qëndrueshëm mund të mos jetë alternativa më e mirë këtë herë. Nëse qëndron vetëm tek ajo që të jep rehati, mund të humbasësh një mundësi që kërkon një hap ndryshe. Nëse ndalon dhe e sheh situatën nga një kënd tjetër, mund të kuptosh që kjo zgjedhje ka më shumë rëndësi nga sa dukej në fillim. Një vendim i menduar mirë mund të ndihmojë të krijosh një drejtim më të qëndrueshëm dhe të shmangësh një zgjedhje që nuk të sjellë përfitim në vazhdim. Binjakët. Një situatë që lidhet me komunikimin mund të vendosë përballë një zgjedhjeje që ndryshon rrjedhën e një bisede ose një marrëdhënieje. Një fjalë që zgjedh të thuash ose të mos thuash mund të ketë më shumë ndikim nga sa mendon. Nëse reagon menjëherë, mund të krijosh një keqkuptim që do të kërkonte më shumë kohë për t'u rregulluar. Nëse ndalon dhe mendon përpara se të flasësh, mund të kuptosh që kjo zgjedhje është më e rëndësishme nga sa duket. Një komunikim i menduar mirë mund të ndihmojë të shmangësh një situatë që do të vendoste në një pozicion të vështirë. Daforja. Një situatë emocionale mund të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon më shumë qetësi nga sa zakonisht. Një reagim i parë mund të shtyjë të marrësh një vendim të menjëhershëm, por kjo mund të mos jetë zgjedhja më e mirë. Nëse ndalon dhe analizon më thellë, mund të kuptosh që kjo situatë kërkon një qasje më të balancuar. Një zgjedhje e bërë me qetësi mund të ndihmojë të shmangësh një tension që do të ndikonte më gjatë dhe të krijosh një drejtim më të qëndrueshëm në marrëdhëniet e tua. Luani. Një situatë që sfidon mënyrën si e sheh një vendim mund të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon më shumë reflektim nga sa mendon. Një reagim i shpejtë mund të duket si zgjidhja më e mirë, por kjo mund të mos të jap kohën për të parë të gjitha detajet. Nëse ndalon dhe analizon, mund të kuptosh që kjo zgjedhje ka më shumë ndikim në vazhdim. Një vendim i marrë me qetësi mund të ndihmojë të shmangësh një situatë që do të vendoste në presion dhe të krijosh një drejtim më të qartë për veten. Virgjëresha. Një situatë që duket e rregullt në sipërfaqe mund të fshejë një element që kërkon vëmendje më të madhe nga sa mendon. Një ndryshim i vogël në një proces ose një detaj që nuk përputhet plotësisht me atë që prisje mund të vendosë përballë një zgjedhjeje. Nëse e injoron dhe vazhdon njësoj, mund të krijosh një situatë që bëhet më e vështirë për t'u menaxhuar. Nëse ndalon dhe analizon me kujdes, mund të kuptosh që ky moment kërkon një rregullim të vogël që sjell një përmirësim të madh.
Një vendim i marrë me vëmendje ndaj detajeve mund të të ndihmojë të shmangësh një gabim që do të ndikonte më gjatë dhe të krijosh një strukturë më të fortë për vazhdimin e situatës që po zhvillohet përpara teje. Peshorja. Një situatë që kërkon një vendim të qartë mund të të vendosë përballë një momenti ku nuk mund të qëndrosh më në mes. Një zgjedhje që e ke shtyrë mund të rikthehet dhe këtë herë kërkon një përgjigje të drejtë për drejtë. Nëse përpiqesh të ruash balancën pa marrë një qëndrim, mund të mbetesh në një situatë që nuk lëviz përpara. Nëse ndalon dhe mendon për atë që ka më shumë rëndësi për ty, mund të bësh një zgjedhje që të jep qartësi. Një vendim i qartë mund të të ndihmojë të shmangësh një paqartësi që do të zgjaste më gjatë dhe të krijosh një drejtim më të qëndrueshëm për veten. Akrepi. Një situatë që lidhet me një informacion ose një zhvillim i papritur mund të të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon analizë të thellë. Një detaj që në fillim nuk duket i rëndësishëm mund të ketë një kuptim më të madh nga sa mendon. Nëse e kalon këtë moment pa reflektuar, mund të humbasësh një mundësi për të kuptuar më mirë atë që po ndodh. Nëse ndalon dhe analizon me kujdes, mund të kuptosh që kjo zgjedhje kërkon më shumë vëmendje nga sa dukej në fillim. Një vendim i marrë me qartësi mund të të ndihmojë të shmangësh një drejtim që nuk është i saktë për ty. Shigjetari. Një situatë që lidhet me një mundësi të re mund të të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon më shumë përgjegjësi nga sa duket në fillim. Një ide që të duket interesante mund të të shtyjë të veprosh menjëherë, por kjo mund të mos të jap kohën për të kuptuar plotësisht pasojat. Nëse ndalon dhe analizon më me kujdes, mund të kuptosh që kjo zgjedhje ka më shumë ndikim në vazhdim. Një vendim i marrë me reflektim mund të të ndihmojë të shmangësh një situatë që do të kërkonte më shumë përpjekje për të korrigjuar më vonë dhe të krijosh një drejtim më të qëndrueshëm për veten. Britsjapi. Një situatë që lidhet me një strukturë ose një plan mund të të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon rishikim të prioriteteve. Një detaj që nuk funksionon si zakonisht mund të të bëjë të kuptosh që duhet të ndryshosh mënyrën si e menaxhon situatën. Nëse e injoron këtë moment dhe vazhdon njësoj, mund të krijosh një situatë që bëhet më e vështirë për t'u kontrolluar. Nëse ndalon dhe analizon me kujdes, mund të kuptosh që kjo zgjedhje është një mundësi për të përmirësuar mënyrën si funksionon gjithçka. Një vendim i marrë me organizim mund të të ndihmojë të krijosh një drejtim më të fortë dhe më të qëndrueshëm për vazhdimin. Ujori. Një situatë që lidhet me një ide ose një perspektivë të re mund të të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon hapje mendore. Një mendim që nuk përputhet me atë që ke besuar më parë mund të të shtyjë të reflektosh. Nëse e refuzon menjëherë sepse nuk të duket i zakonshëm, mund të humbasësh një mundësi për të parë një drejtim të ri. Nëse ndalon dhe analizon, mund të kuptosh që kjo zgjedhje ka potencial për të ndryshuar mënyrën si e sheh një situatë. Një vendim i marrë me fleksibilitet mund të të ndihmojë të krijosh një drejtim më të hapur dhe më të përshtatshëm për ty. Peshqit. Një situatë që lidhet me një ndjesi të brendshme mund të të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon qartësi emocionale. Një reagim i parë mund të të shtyjë të marrësh një vendim të menjëhershëm, por kjo mund të mos jetë zgjedhja më e mirë. Nëse ndalon dhe analizon më thellë atë që ndjen, mund të kuptosh që kjo zgjedhje kërkon më shumë kohë. Një vendim i marrë me qetësi mund të të ndihmojë të shmangësh një situatë që do të krijonte paqartësi më vonë dhe të krijosh një drejtim më të qëndrueshëm për veten në vazhdim. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën zgjedhjen nëse mendon se ky moment ka ndikim për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.